Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP në kuadër të projektit RESEAL zhvilloi një stërvitje emergjente në shkallë të gjerë me temë reagimi ndaj zjarreve masive 2025. Sistemi që ne përdorim është sistemi Puma 20, është një nga sistemet që nuk është hera parë që përdoret për të mbështet emergjenca civile, është përdorur për të mbështetur në gjatë përmbytjeve, zjarreve dhe në vitet e kaluara. Është një sistem që neve na ofron shumë fleksibilitet, pasi ka një autonomi të lartë, po ashtu ndihmon në koordinimin efektive në fikjen e zjarrit. Ajo që e bën këtë stërvitje veçanërisht të rëndësishme është niveli i lartë i koordinimit ndërinstitucional dhe përfshirja e teknologjive të reja, përfshirë vendosjen për herë të parë të qendrës operacionale të lëvizshme, një risi që përmirëson ndjeshëm efikasitetin e menaxhimit të emergjencave në terren. Në qendrën operacionale është dhe makina jonë operacionale me të gjitha sistemet e IT-s, duke nisë dhe sistemin e ri të gjeneratës së re NIX, ku ne mund të monitorojmë në kohë reale servitet dhe të gjitha emergjencat e mundura që mund të kemi, në bashkëpunim me kolegët tanë të NATO-s. Gjithashtu mund të transmetojmë dhe pamje reale nëpërmjet dronit. Është shumë i vlefshëm sepse ti mund të monitorosh dhe mund të koordinosh me skuadrat në kohë reale, duke krijuar dhomat ku ti komunikon me pjesët e tjera që janë në terren, njëkohësisht dhe me stafin që ka ngritur dronin dhe të jep pamjen kohë reale. Aktualisht është stafi jonë duke u përgatitur që mirëmban makinën, pajisjet, sistemin dhe do vazhdojmë akoma me specializime të mundshme për pjesën e dronave dhe për sistemet e reja që na presin. Për herë të parë ishte në Shkodër, në një projekt shumë të madh që u zhvillua pak muaj më përpara, dhe kjo është hera 2 që vjen këtu. Aktualisht jemi duke parë në kohë reale dhe pamjet me dron, që po transmetohen nga baza jashtë brenda nëpërmjet dronit, edhe nëpërmjet platformës NIX. Kjo stërvitje është e treta në një seri prej 4 të tilla që po zhvillohen në gjithë vendin pas atyre të suksesshme në qarqet Fier dhe Dibërkukës. Qëllimi i tyre është rritja e ndërgjegjësimit dhe përmirësimi i gatishmërisë së strukturave përgjegjëse për përballimin e emergjencave, si dhe përfshirja aktive e komuniteteve lokale.